Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gen Sejko mori pjesë në mbledhjen e konstituencës së Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe grupit të Bankës Botërore që u zhvillua në Itali. Takimi bëri bashkë guvernatorët dhe ministrat e financave të vendeve anëtare të kësaj konstituence për të diskutuar mbi zhvillimet më të fundit të ekonomisë botërore dhe ekonomive përkatëse. Aktualisht bota po përballet me sfida të reja gjeopolitike dhe gjeoekonomike, me kufizime tregtare, ndaj dhe në takim u diskutuar rreth politikave industriale që mund të nxisin konkurrueshmërinë dhe rritjen ekonomike të vendeve. Përfaqësues të lartë të FMN-s dhe Bankës Botërore prezantuan perspektivat e dy institucioneve për të garantuar stabilitet financiar dhe rritje ekonomike të qëndrueshme. Në këtë takim, guvernatori Gen Sejko prezantoi zhvillimet më të fundit ekonomike të Shqipërisë, duke theksuar rolin e rëndësishëm që luan banka në stabiliteti makroekonomik. Ai paraqiti pikpamjet e bankës mbi temat kryesore të diskutimit, duke ndarë pikpamje të ngjashme me institucionet financiare ndërkombëtare, si dhe theksoi rëndësinë e ruajtjes së stabilitetit ekonomik e financiar të vendit, si parakusht për rritje të qëndrueshme e afatgjat. Guvernatori u shprehse për Shqipërinë si një ekonomi e vogël dhe e hapur, e lidhur ngushtë me BE-n. Raundi fillestar i tarifave nga SBA-ja ka një ndikim të papërfillshëm të drejtë për drejtë në ekonomi, pasi lidhjet tregtare dhe financiare me Shtetet e Bashkuara janë mjaft të kufizuara. Megjithatë, ai vuri në dukje se një luftë tarifore në shkallë globale do të nënkuptonte rënje të kërkesës për eksporte, inflacion të importuar që do të rriste çmimet e brendshme, si dhe rreziqe potenciale në sektorin financiar, pasi kompanitë e ekspozuara ndaj tregtisë do të përballen me kushte më të vështira. Nga ana tjetër, qëndrueshmëria mbetet thelbësore për të përballuar krizat e shpeshta dhe të mbivendosura që kërcënojnë zhvillimin ekonomik. Në mbar botën, vendet po ekspozohen gjithnjë më shumë ndaj rreziqeve dhe katastrofave natyrore. Kjo i vendos ato përballë zgjedhjeve për financimin dhe sigurimin e rreziqeve nga katastrofat, që janë thelbësore për përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike dhe forcimin e qëndrueshmërisë, e që përfshin investime si në reduktimi fizik të rrezikut, ashtu edhe në përgatitjen financiare.